një pyetje, a ka shoqëri tregtare sot Bashkia Vlorë? Ka 4. Ka shoqërinë e tregut futaperimeve, ka markatën, ka parkimin, ka dhe studentët. Është i njëjti ligj tregtar. Forma nuk ndryshon, shoqëria aksionere apo shoqëri me SHPK. Pra ne kemi 4, kemi eksperiencën. Ka bashki tjera në Shqipëri, ka 14. Kanë eksperienca pozitive, patjetër që ka. Nga nisi iniciativa nuk ndryshon shoqëria aksionere me shoqërinë tregtare. Është i njëjti ligj. Atëherë më lejoni të sqaroj, sepse Ervisi u përpoj ta sqaronte fort për opinion publik, pikërisht për tymnajin që i hidhet. Bashkia Vlorë ka pronat dhe asetet e veta. Dhe duhet i menaxhoj. Gjithë kjo iniciativë kudo në gjithë Shqipëri, ashtu si Durrësi, Lezhë, Imara, Shkodra, Pogradeci, ka nisur iniciativën sepse na detyron ligji të menaxhojmë plazhet dhe bregdetin publik në të qytet. Shumë shpejt, nëse ne nuk do ta kalojmë menaxhimin në formë shoqëri aksionere, SHA apo SHPK, që është e njëjta gjë, i njëjti ligj tregtar, ne do të na vi qytetarë këtu, do thonë çfarë bëhet me plazhet publike. Vendimi i Këshillit Ministra na ka detyruar që vetë qeverisja vendore të marrë në dorë menaxhimin publik. Në çdo rast ku një hotel që ka pa diskutim interes për t'i afruar shërbimin e plazhit qytetarëve dhe vizitorëve të vet, duhet që të ketë akses te plazhi. Por plazhi është publik, e menaxhon pikërisht bashkia. Dhe në gjithë këtë iniciativë dhe detyrim ligjor ndaj VKM-s, jemi detyruar të marrim si administrat iniciativa për të menaxhuar plazhet. Në nenin 3 është e shkruar qartë. Dhe po e lexoj pavarësisht se ju e keni, por i referoj me opinionin publik. Për përdorimin, administrimin dhe zhvillimin e aseteve. Pra, në asnjë fjalë nuk është e shkruar të transferim i dhënia e truallëve. Është menaxhimi, administrimi. Pra, ne kërkojmë menaxhim dhe administrim nëpërmjet shoqëri aksionere apo SHPK. Ku është e shkruar kjo dhënia me qera e hektarëve apo e truallëve? Ku është kjo tymnaj? E keni helmuar gjithë opinionin publik dhe po e lini qytetin peng dhe ditën tjetër që fillon në 15 prill sezoni deri në 15 tetor, ato plazhe duhen menaxhuar dhe ajo vendimi i Këshillit Ministrar na ka ngarkuar me detyrë të menaxhojmë këto plazhe. Vetëm nëpërmjet një shoqërie do të hyjmë me vendim të Këshillit Bashkiak, do të vendosim tarifat ashtu siç VKM-ja i parcakton dhe do të vemi me zotin Brahimi, do të themi keni një hotel, por ky plazh i para jush është një plazh publik që do ta menaxhoj bashkia në pamundësi të aseteve. Pra, duke qenë se numri i shezlonave, i çadrave dhe i gjithë aksesorëve të tjerë të plazhit është e pamundur që bashkia për një kohë të shkurtër ti financoj, ti prokuroj, ti blej, do t'i themi zoti Ibrahimi ti ke hotelin, bashkia do të marrë me qera asetet e tua. Pra, shezlonat, çadrat dhe do të hyjmë në një marrëveshje që vetëm nëpërmjet një shoqërie aksionere ti hyn në këtë marrëveshje qera e 51-49, por menaxhimi ngel publik i bashkisë. Dhe Bregdeti do të afroj plazh publik pa pagesë, pra do të ketë një sipërfaqe pa pagesë dhe plazh publik me pagesë që do të vijmë në mbledhjen tjetër sipas vendimit të Këshillit Ministrave që do ta përcaktoni dhe ju tavanin e çmimit. Dhe nga këto parkime, më falni, plazhe me pagesë, flasim, u drejtova zotit Brahimi duke e menduar në këtë çast që do të jetë një operator që ka një hotel përpara dhe ka interes ta përdori këtë, do t'i themi po, gjithë turistët e hotelit tuaj mund të vinë në këtë plazhin, por do të tarifohen në kur e përdorin këtë shezllon nga Bashkia e Vlorës. Dhe Bashkia e Vlorës do të marrë me asete. Pra, krijimi dhe ideja e SHPK-s është menaxhimi dhe administrimi, është e shkruar e bardha me të zezë neni 3. Edhe mundet mos ta kishim shkruar të fjalën Këshilli Bashkiak, por për të sqaruar gjithë opinionin publik e kemi ritheksuar. Ervisi kërkoi amendamente ti sqaronte përsëri sepse ligji i pushtetit vendor është shkruar qartë. 2 organe ka, ekzekutivi dhe Këshilli Bashkiak. Ne përsëri e kemi rishkruar që ishim shteruz dhe të qartë që ne po kërkojmë krijimin e një shoqërie për menaxhimin dhe administrimin. Në asnjë fjali, në asnjë nen të statutit nuk është shkruar që ne edhe gjithmonë është iniciuar për pronat të Bashkisë Vlorë. Më lejoni të them, ne po kërkojmë kalimin në pronësi të ish godinës hipotekës, që nuk është në pronësinë dhe truallit e Bashkisë Vlorë. Nesër ajo bëhet trualli i Bashkisë Vlorë. Quhet pronë e Bashkisë Vlorë. Do ta zhvillojmë atë për truall? Do ta bëjmë pallat tot Gjergjinika, do ta kalojmë votim Gjergjinika.
Në qoftë se ti e propozon pesa për ta kaluar ta bërballat, dhe do thosha po, mund të bëjmë banesa sociale, meqense Gjergjinika ka një propozim, mund të bëjmë banesa sociale që nesër Bashkia e Vlorë mos ta harxojë ekonomi për banesa sociale, po ta ketë vetën atë banesë sociale. Transportin publik thatë, po, do të vinë donacione 2 autobuza, 3 autobuza, ndërkohë ti ke një kontratë të lidhur me një operator. A mundet SHPK-ja t'i afrojë këto autobuza, ti menaxhoj këto autobuza për qytet për linjat e dedikuara? Patjetër. Po sqaroj, po t'jem shterus, që po të flasë administrimin, mos e ki merak, jo nuk bie ndeshun, po përpiqem të sqaroj. Edhe e di shumë që e ke eksperiencën si ekonomist, e ke punuar për një kohë gjatë në bankë dhe ke që interpreton për anën politike, por këtu mos i ngatroj gjërat se këtu ka të bëjë me qytetin edhe me axhimin e qytetit. Ato keq interpretime në mbaj vet, po e kërkoj dhe po jam shumë e qartë. Kërkojmë nëpërmjet shoqërive aksioner, ashtu siç i kemi në bashki. 4 shoqëri aksioner po bëhet e 5, s'ka ndryshuar asnjë gjë. Është e njëjta gjë. Është SHPK është e njëjta gjë, e cila ka ortak të vetëm Bashkinë e Vlorës dhe i përfaqësuar nga kryetari i bashkisë. Në asnjë rast nuk ka konflikt interesi sepse unë përfaqësoj institucionin publik dhe çdo gjë vendimare, asamblea do të jetë pa diskutim Këshilli Bashkiak. Pra, nëpërmjet kësaj shoqërie kërkojmë të menaxhojmë si detyrim ligjor plazhet dhe pastaj kjo shoqëri të gjitha asetet që lexon pron Bashkia Vlorë. Në asnjë rast nuk kemi thënë ashtu siç kryetari i grupit e theksoi që do të jetë dikush që ka pretendim pra është Bashkia Vlorë, po kanë pretendim dikush për një përdorim të një pronë të caktuar, ne triqemi, por këtu është e shkruar qartë. Ne do menaxhojmë, administrojmë prona të Bashkisë Vlorë nëpërmjet kësaj shoqërie. Kemi 4 shoqëri, kjo do të jetë e 5-a, nuk ka ndryshuar asnjë gjë. Lini keqëtrimet politike, lini ofendime tymnajnë dhe mos helmoni njerëzit. Edhe në vazhdim të kësaj, se keni filluar i hidhni të gjitha investimet që do të bëhen, sikur këtu po kryen akte të jashtëzakonshme investimesh. Ne kërkojmë që mos të varemi nesër vetëm nga grantet e pagave. Kërkojmë të kemi burime alternative si bashki sipërmarrëse. Kemi pronat tona dhe pronat tona ne do të krijojmë vende të reja pune, mundësi ekonomike më të larta se do na kthehen. Pikërisht, po më fal, si mund ta tarifojmë atëre të lutem Klodian, meqense ke eksperiencë, po të bëj një pyetje vendimi Këshillit Ministrat thotë menaxho plazhet publike Këshillit Bashkiak. Më propozo si do të menaxhosh. Të lutem më propozo, jam shumë e hapur të dëgjoj si do të menaxhosh. Nuk ta lejon Bashkia, si do ta tarifojë Bashkia? Bashkia nuk tarifon. Si do ta tarifoj? Lexojeni vendimin Këshillit Ministrat për menaxhimin e plazheve. Alta si ekonomist ma kthe përgjigjen. Të lutem ma kthe përgjigjen se duhet vini nëse më thoni zonjë si do të menaxhosh plazh. Ma ktheni, ma jepni alternativën juve. Vetëm nëpërmjet, patjetër, sa të duash ti. Por vetëm mos bëni politik me këtë. Jeni profesionist, jepni një opinioni si profesionist.